Ju të rinë tani kim ca gjera Allah në rontit. Po ku nuk bënte seks që do një tja dhe me? I ka dhe parat, ikoj. Me dashnore thot jam rehat dhe me gruan, po pse ore mos e kesh dashnore gruan? Damn, got the Mirë se erdhët në kanalin YouTube me Flori Gjini. Ju lutem, bëni subscribe dhe përqim të ky kanal. Atëherë, fillojmë emisionin Dem me Dodona Qosa. Jeta është këndvështrim. Ju lutem, ndërtoni filozofin e saj. Mirë se erdhët pra. Ju lutem, subscribe. Unë si femër kam nevojë për lidhje emocionale që të ndihem mirë. Partneri im nuk e kupton këtë. Po edukohem me motor. Emocioni është gjithçka. Bëj lojrat paraprake. Mere me të mirë për gëdhele mashkullin. Pse mbeti dashuria e nënës, dashuri më shëmbullore. Inshallah bëhesh me fëmijë dhe sikundër për këdhel fëmijën, për këdhel edhe burrin. Po shikosh sa emocion do t'jap. Ish partneri im ishte perfekt në çdo aspekt. Përveç seksit dhe kjo më ndau. Po çfarë perfekt pas ka qenë për i. Ai po të ketë qenë i mirë, rritë me ty dhe po donte ty. Po si duke ti vetë për seks, ke vajtë me të, bëj seks me të tjetën. Po ku nuk bënte seks që do një tja dhe me? I ka dhe parat, ikoj. Për para i bën të gjitha, për para më dashuron, e kur vemi në krevat, asgjë aty nuk shkon. Iq, mbushe atë krevatin me para dhe as seks më zbej mirit. Xhelozia e partnerit tim, po e mbyt marrëdhënie, çdo gjë lidhet me trasti. Tani shiko tani. Xhelozia, inshallah nuk e tepëron, po xhelozia është e bukur se pa xhelozi nuk ka dashuri. Ti je e ëmbël, bëu e bukur dhe kur mos u lodh. Bëj skena partnerit. Le ti me xheloz, le mot bëj çfarë doj, bëj një aktrim të bukur, bëj një skenar të bukur, por si po flet dhe me tjetrin. E bukur është gjithçka në dashuri. Në dashuri lejojnë gjitha. Si kundër në luftë dhe në dashuri. Kështu janë, kështu është ndërtuar. Kështu që leti e xheloz, ti mbyte me dashuri. Kam kaluar të 40 dhe nuk ndihem më rehat me trupin tim. Kjo më bllokon shumë. Jo me motor, jo. Të 40 fillon rinia e dytë. Fëmijët janë rritur. Nuk e di tani ke fëmija pa nuk e, si do me qenë. Dhe zakonisht, kur je 40 vjeç, je baras me ty 20 vjeçare. Mos haro kur të gjë. Ju gra, që nuk ndjeni rahat me trupin tuaj. Zoti nuk na jep të gjitha. Ose je e bukur në trup, ose në fytyrë. Dhe zakonisht femrat e shëndetshme janë shumë të bukura në fytyrë. Këtë mos harroni kur. Investo aty ku je më e bukur. Kur je shëndosh nga trupi, për zotin je si komardare. Ja kaq po ta them unë. Tani ato që janë seksi, ato s'ke që bëhet. Unë të 40 në motrani. Unë kalamajt i kishe dhe më duket sikur në moshën 40 vjeçare janë pjekur. Kur je 40 vjeç dhe ke fëmijë, vërtet është një rinie e dytë dhe duhet ta shijojnë femrat. Le të kesh çfarë do të trupit që të ka, se trupi ndryshon, konstrukti i trupit gjithmonë rritet bashkë me janë të rrallë njerëzit që me linjat e bukura, femra. Se meshkujt, unë nuk e kam kuptuar që them për meshkujt e shëndosh janë bërë me barë. Dhe janë të tmerrshëm se hanë shumë, po edhe femra, po femra edhe justifikohet se ka bërë fëmijë. Kështu që mbas të 40-ave duhet që të jemi të pjekur nga ana seksuale, nga ana mentale dhe nga ana e lirisë tonë në trupin tonë. Çfarë kërkon trupi jonë? Nuk është se do të bësh seks, të bën një seks të zgjedhur, se ke zgjedhur dhe je i pjekur për ata që bën. Kështu që mos keni këtu puna seksi, edhe me format e trupit që janë krijuar. Nuk është jemi, jeta është kjo që është. Po që se i do nga seksi, mirë bën qeq. Pa ma partnerit, nuk duhet ta lësh në dyshje. Ti je artiste pa burin tënd. Sa bukur e thon ata meshkujt, me dashnoren thot jam rehat dhe me gruan, po pse ore mos e kesh dashnore gruan? Gruaja është gjithçka. Gruaja është gjithçka. Mos harroni kurrë. Partnerët janë shoh, dashnor, janë armiq, janë miq, janë gjithçka. Dhe dashuria është gjë më e bukur në jetë që na bën. Kaq. Bëni komente, hajde flasit e vesh. Kam shoqe që thonë seksin e bëjmë për burrin. Kjo më duket shumë e padrejtë. Zakonisht,
dhe ndodh se rëndon se sikur kanë lindur njerëzit e seksi është artë në vete, sikur mashkull dhe femra. Për femra është një qik dhe unë futem të pjesa e femrave që kam tur. Edhe sot, pa qka se në jetën time kam vjushmërin time, vërtet është e turpshme. Kur shkon për të parën në dika, është e turpshme dhe është merë. Ka për një qik pjesë me qifteve të reja. Kam shoqe që thonë seksin e bëjnë për buri. Ka plot të tilla. Domethënë, edhe martohen, kalojnë atë pjesën e më shumë do të shkoj tek femrat që kanë luajtur pjesën e aktit seksual në martesë. Nuk është një temë që është tabu. Është e bukur, por nuk bëhet seksi për burin. Dhe të dy partnerët duhet të jenë, nëse nuk e kanë bërë marrëdhënien me mbledhëri, duhet një çik përpjekje. Dhe dashuria vjen, dhe kjo që femra përshtatet vërtet është kushti më themeltar dhe dominues, se femra do të përshtatet me ato cilësi që ka burri. Pastaj pjesa tjetër e vallëgjisë, e komunikimit, të gjitha këto eksplorojnë njëri tjetrin, mësojnë njëri tjetrin dhe vërtet jetojnë bukur. Janë kundër ndarjeve, janë kundër gjërave që shkatërrojnë një marrëdhënie me çift. Janë kundër shumë. Ju uroj të jemi njëri tjetrin dhe mos e bosh seksin për hatër të burrit. Ta bësh seksin se dhe ti ke nevojë të ndjesh më bukur. Kjo për cilët e burri. Ja uroj me gjithë shpirt të mos kesh kur dhimbje në seks. Pas 10 vitesh, gjithë qka është bërë rutinë, sikur po luajmë të njëjtën skenë çdo herë. Jo. As i gjë më për rutinë. Ja imagjinoni pak tani me fëmijët që kemi dashurinë absolute. A na bëhet rutinë fëmijë? Jo. Atëherë, burri është fëmija i parë. Dhe gjithë qka, se siç plakemi, rritemi, të dy partnerët rriten. Kështu që mos e lejoni kur që marrëdhënien ta kthejeni në rutinë. Kjo është jo vetëm një qëllim i madh, jo vetëm një mision i madh, po kjo na largon nga të gjitha hallet dhe problemet, nga puna e lodhshme që thoshte ai tjetri, nga streset. Partnerët duhet të jenë të shkëputur nga jeta e parditshme dhe nga jeta e 10 vjetëve, e 20 vjetëve. Ore, unë s'ka vajtur 100, po unë them do vete 300, po të shikojmë sa do veni. Seksi nuk ka mosh, dashuria nuk ka mosh kohë. Ju lutem, mos harroni asnjë. Kalim të pyetje tjetër. Më duket sikur burrat lodhen më shpejt nga rutina, ndërsa ne kërkojmë më shumë lidhje. Jo. Mashkulli lind mashkull. Dhe mashkulli nuk vdes kurrë, edhe në 100 vjet. Nuk e di, por bëni kujdes, mashkullin mbajni në formë të mos vejnë tjetra, se ka plot aty për jashtë. Që gjithi femra, po mashkull? Jo, në mashkull është gjithë shka. Nëse unë jam maskiliste, kështu që unë marrë në meshkëve janë. Po nuk gjykoj asë femër që ka orekse, le të bëjnë plerat e vetë, ti vjetet se që do bëjnë. Nëse, karim të tjetra. Nuk kam kërkuar kur atë që dua. Gjithmonë kam pasur frikë mos gjykohem. Po që kërkon në motësh? Ose o rregulla? Se është një pyetje asnjëherë, se unë si të them, nuk kam kërkuar kur atë që dua. Jo, po që se bashkë bisedon me partnerin, me partnere, të them tani unë ta përgjithsoj, atëherë gjithçka do jesh atë që ty të jep kënaqësi. Mos kërkoni nga tjetri gjëra që janë të pamundura. Çfarë janë gjërat e pamundura? Gjeni me njëri tjetrin. Zbulova mesazhe flirti në telefonin e tij. Ai thotë që nuk është rasti, po unë nuk e përballoj dot. Kjo është rasti. Dhe këto duhet të gjeni përse është qarë marrëdhënia juaj. Përse duhet ketë mesazhe flirti. Nëse nuk është tradhti, atëherë tako dhe me flirtit. Bashkë bisedoni, mbase është një shoqëri, mbase janë këto lojrat erotike që mbase janë shumë gjëra se ju të rinë tani keni ca gjëra launaronti, po keni kujdes, marrëdhënia në çift mos ndryshojë kur një i tretë. I treti gjithmonë e prish marrëdhënien. Të ja ose me gjithë shpirt. Ju lutem, lini komentet tuaja edhe tek puntata tjetër që kam bërë me Florin, edhe që aty do marr përsëri pyetjet dhe gjërat e juaja dhe do jemi bashkë përsëri. Sa për sot, mendoj që mjafton. Dejm me Dodonën. Jeta është këndvështrim, ndërto filozofinë e saj. Miru takofshim, miru bjekshim në emisionet e radhës.